Në ditën e infermierit në shesin Skënderbej u vendosën stendat për kontrolle falas. Monitorimi i tensionit dhe matja e glisemisë tërhoqi vëmendjen jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të turistëve të huaj që ishin aty. Organizatorët thonë se nuk munguan rastet kur janë zbuluar problematika, duke u kërkuar që pas vizitës së bërë aty të paraqiten tek mjeku i familjes ose specialisti. U analizuan dhe u kryen disa procedura, disa analiza të cilat domethënë bazë i ndihmon njeriu për të kuptuar se ku ndodhet dhe çfarë gjendje ndodhet. Shumë persona pam që nuk ishin bërë një matje presioni arterial ose një matje glicemie, që këtu bën një diferencë për faktin sepse e informon, e këshillon për të bërë analiza më të detajuara. Për t'i dhënë ndihmën të interesorëve në tenda, nuk ishin vetëm infermierët e Tiranës. Në këtë ditë të veçantë ndërkombëtare të infermierëve janë mbledhur të gjithë profesionistët të punësuar privat, publik nga gjithë Shqipëria. Kanë ardhur për të kontribuar një ditë ndryshe në sheshin Skënderbej. Vetë të interesuarit vlerësojnë aktivitetin. Doja sugjeroja që të vinin edhe të kontrollohen her pas here, çdo 6 muaj ne mbi 60 vjeç duhet të kontrollohemi. Kam këto ditë që nuk kam qenë me diabetin mirë, ama këtu më pëlqeu se më doli pak 134, jam kënaqur, vetaj kënaqur. Ti bëjnë si puna ime, ti bëjnë kështu, të ndiqen, të kontrollohen. Me këtë kontribut ndryshe, infermierët shtojnë në rëndësinë e vizitave periodike për të parandaluar sëmundje.